Eliona pranon të pajtohet me Shkurtën pas bisedës që kanë, duke u përpjekur të mbajë një qëndrim të qetë dhe diplomatik. Ajo i thot Shkurtës se nuk ka më dëshirë për debate, se do t'i lënë konfliktet pas dhe të vazhdojnë lojën me më shumë qetësi. Nga jashtë duket sikur Eliona po e merr pajtimin seriozisht, madje mundohet të shfaqet edhe pak buzëqeshje për t'i treguar se nuk ka dëshirë ta përkeqësojë situatën, por brenda vetes, Eliona nuk është as pak e bindur. Ajo e njeh mirë Shkurtën dhe i kujton mënyrën si ka vepruar në të kaluarën. Për këtë arsye, edhe pse pranon paqen, mendja e saj vazhdon të dyshojë. Në kokë i sillet vetëm një mendim, se Shkurta mund t'ia kthej papritur. Në momentin më të papritur dhe më të papërshtatshëm. Eliona mendon se ky pajtim mund të jetë i rrem, një lëvizje e bërë vetëm për t'i ulur vigjilencën, prandaj ajo zgjedh të qëndrojë shumë më e kujdesshme. Ajo i thot disa prej banorëve të tjerë se nuk ka ndërmend t'i besojë Shkurtës plotësisht, sepse sipas saj Shkurta ka treguar disa herë se është e aftë të veprojë pas shpine. Për këtë arsye, edhe pse e mban marrëdhënien në dukje të qetë, Eliona vendos të mos ta ulë gardën. Ajo i kujton vetes se në lojë nuk mund t'i besosh verbërisht askujt, e aq më pak dikujt me të cilin ka pasur përplasje të forta. Në fund, Eliona duket e vendosur që të ruajë qetësinë. Por edhe të mos lejoj askënd, as Shkurtën, ta mashtroj apo ta përdor kundër vetes. Ndërkohë pyetja mbetet, a është pajtimi i tyre i sinqert, apo thjesht një armë pushimi përkohshëm?